kufi malor, gur, heshtje, një hap përpara jo për t'u larguar, por për t'u kthyer. Ai ishte aty në kohën kur kufiri ishte edhe plag përveç se një barierë. Kjo histori, si shumë të tjerve, i përket edhe ish luftëtarit Vesel Neziri. Ora 23. Unë nisim kam për Padesh. Gjatë gjithë rrugës rashi, dhe rruga ishte me llaç, dhe ishte shumë e mundishme. Kemi mbrin Padesh në ora 02 të mëngjesit. Në ditën e parë luftimi ishin 4 të vdekur, gjatë gjithë ditës kishte luftime në pozicione. Komandanti na urdhoi që të kthehemi në Padesh në orët e vona të mbrëmjes. U plagon se rand dhe të përgatitem për në ditën e nesme të luftimeve. Para luftës, Veseli ishte student. Studimet e quan në Tiranë mes një rruge normale për një të ardhme të hapur. Por lufta ndryshoi gjithçka. Nga Tirana ju kthye në Kosovë me vetëdije e vendosmëri, sipas tij sigurisht nuk ishte se si të ndodhte ndryshe. U bë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe njëkohësisht ndihmës mjeku. U caktova si kryetari i grupit me kthy Fakultetin Zet Aerometallurgjik Mitrovic dhe ishëm të gatshëm që na studentat e Mitrovicës studimet i vazhdojmë në Leposa veç në Albaniku në Sotëm, por jo të vim në Prishtinë. Pas 6 muaj protesta dhe bojkot mësimit, arritëm me kthy Fakultetin Zet Aerometallurgjik në Mitrovic. Grupi studentëve nga gjithë Kosova ishin të bindur se ishte vendimi i drejtë dhe shokët e cilët më përkrashin ishin nga gjitha trevat e Kosovës. Studenti i parë që diplomoi në Fakultetin Zet Aerometallurgjik ishte Besnik Restelica dhe serbet nga torturat e detyruan dhe hedhen nga kati i 4 të ndërtesës duke pretenduar se ka bërë vetvrasje. Besniku, Aslani, Syla, Neziri, Ymeri e shumë studentë tjerë që ishin përkras dhe ishim të bindur se gjaku i Besnikut dhe i dëshmorëve tjerë nuk do të lejet të shkojë hoq. Pas kësaj, isha studenti i dytë që diplomova në Fakultetin Zet Aerometallurgjik dhe me urdhën e rektorit Statovci dhe akademikut Minir Dushi, unë kalova në Tiranë për të vazhduar kinse studimet, pse studimet i kisha përfunduar në Mitrovic. Me shkullje në Tiranë, aty u takuam me grupe të caktuar, me bashkëveprimtarë të mëdhenj si Hazir Shala, kryetarin e shoqatës Kosova Daut Dodaj, Mos Murati ka qenë i Qemeris dhe me shumë ushtarë të mëbonshëm siç ishte Ilir Konosheci, Abbas Thaçi, Hysem Berisha, Milazim Mara dhe thujse të gjitha strukturat dhe celulat e luftës që ishin në Tiranë. Në Tiranë fillova të punoj në një pikë caktuar dhe bëja mobilizim për luftë. Aty kam dhënë një kontribut mjaft madh për qytetarët e ardhur nga Joniku dhe unë ju përshëndes dhe i them gjithë atyne, unë jam ideali i vogël i Mitrovicës, i cili për 3 muaj kam shërbyer të gjithë refugjatëve që kanë ardhur në 98-ën. Refugjatët dhe fotat që i pa ashtu. Më kthyn në atë kohë kur ata kanë ardhur në Tiranë, ka ardhur pa asnjë dokumentacion. Kanë ardhur me teshat shkyme. Dhe brenda natës na kena arrit dikon 700 banor në Tiranë të sistemojmë. Mirë po, e mira për ta edhe e mira për mu që po ta mos i ndaldim, ata kishin ardhur pa asnjë dokumentacion. Dokumentin e vetëm që kanë shërbyer ata për të komunikuar me familjarët e tyre ka qenë zyra ime, telefoni im dhe letër njoftimi im. Mora vendim që me disa djem që ishin ardhur nga perëndimi e që i përshëndes shumë, e njëri prej tyre ishte Musa Aslani, i cili më furnizoi me të gjithë armatimin, me pajisjet dhe unë nisëm për në Kosovë. Kalum për Bajramcur dhe destinacioni i parë ishte Babina. Në Babin ju më angazhu me punu në radiolidhje. Ma vonë, duke i kam thënë këto raste zume i përsërit më,
Gjatë intervistimit që bona me komandantët e veçmas me Agena Madanin, unë caktun që t'jem si mjek i skuadrës edhe pse unë isha vetëm teknik medicinal. Dhe mund të them lirisht dhe të gjithë e din që në ditën e parë të luftimeve, unë dhe një infermier tjera nga i stoku kena marrë pjesë direkt në luftime, të tjerat ka nejtë në pozicione sepse mjeku nuk u zënë me kanë luft, sepse na duhet për më mbrojt. Unë me atë djalin plagosje dhe gjona qaj kemi bërë nga teritori i Kosovës, i kemi fund teritorin e Shqipërisë dhe pastaj aty ju ka dhënë ndihma e parë dhe kanë kalu Bajramçor. Ky është vendimi jem sepse për këto vujtje që kanë hikun dhe këto fotografi që se sot është pak me thonë që kemi luftu. Në munges të kushteve mjekësore, ndërhyrjet bëheshin shpejt, ndërkohë që ai ishte aty për të munduar që secili të mbetej gjallë e ta gëzonte lirinë. Unë do të ndalem në disa raste, të cilat ndoshta nuk jam përmend kurrë, e që është mirë me i përmend. Këtu e kam të shkënum një histori shumë interesante të një ushtarit nga Gjermania, duke zbrit nga rasa e zogut dhe duke i mjekuar 5 të plagosur, vazhdova rrugën poshtë të shtëpia e Sadikut. Ku duke kaluar aty, ra një granat ku ishte një ushtar me 2 kuaj i cili ishte i mbushur me municion. Granata ra dhe ata ushtrin, edhe kuajt, edhe ushtari ranë për toke dhe unë vrapova dhe i dha ndihmën e parë. Ushtarin që takova ishte ushtari Abaz Taqit, Musa Aslani nga Tërstena Shalës Bajgores. Po i afrohem ofër dhe po më thotë s'po një kur gjë. Ishte goditja shumë e madhe dhe krisma ishte e madhe dhe ai nuk po dëgjonte me vesh. Dhe po e pys dhe me mimik po më thotë që shpina po më dhem dhe kur e kam shpëlu shpinën e tina, kish pas një pancer, i cili nuk ishte luë që predha ti kalon në shpatull dhe kështë ma vjos dhe nëzik komplet shpatullën. Dhe po i thamë, kur gjuski, të ka shtur panciri. Dhe në ato qaste, thot, ma me këtë vesh nuk po ndëgjoj kurgjë, thash me këta po ndëgjoj, tha pak. Thash, pancirit ka pështum. Dhe adin që më tha? Tha, ta dhash besën e Zotit, me këtë pancir dhonër ku me i. Ndoshta, me mu se do të mu taku dhe me qaru e sa për ta ka hi dhonër me pancira, jo po, kjo ishte historia për Musa Aslanin. Një rast tjetër është plagosja e komandantit të shë qëfar date ka, do t'i shkoj veç me data, është Naser Vlasi u plagos në Vrojtore me 22.04.99 në ora 15:10 minuta. Si është plagos Naseri? Komandant Kobra vinte për vëzhgim. A ditë kishte mjeku të madhe, kishte edhe shi, dhe na për të siguru që mos depërtojnë armiku mbrendi, i vendosim disa granata në mënyrë që në qoftë se vjetë dikush me depërtu aty, me hy, me e vrejtë se dikush po lëviz. Në ato qaste, Naseri, pse nuk ishte pjesë i njësit drejtorët, po kështë orë për vëzhgim, gabimisht bjen në minën e ushtarit që kështë vendosna. Plaga nuk ishte shumë e madhe, plagë vogël luft nuk ka, po me gjithat e kishte parë plaga këtu të krahu, kam vrapu me aqë sa ka mujtë dhe ndihmën e parë. Ja kam dhënë aty, pastaj Naseri ne kemë transmenu për Tiranë dhe ka shku dhe sot Naseri gjithashtu është shëndosh edhe mirë. Ka x raste kur kam intervenu, i kam tirë nga pozicioni, nga vija e parë e frontit me shok tjerë, më stem se jem mësuar shqiptar, me thonë na, mirë po jo. Pa ndihmën e grupi tjetër që kanë qenë Bakiu, Bakia Zemi, Edmon Doki Grabanica, mos të ishin mjekt që të flasun në përshëndetësi dhe mos të foljet për Afrim Sulejmanin që ka qenë përgjegjësi ju në kryesor e që shumë pak shihet media, ose të folsh për në 19 prilin kër është vra Sali Qeku dhe mos të folsh për mjekun Fazli Shala
mos fosh për Time Kadri, për Ilirianin, për tjeret, mirë po unë po mundohem që ato që kam përjetu unë me rrethy këtu të jo. Për Vesel Nezirin, çlirimi i Kosovës është fryti i përbashkët i një populli që nuk u dorëzua. Po të kthehesh tash në retrospektivë. Dhe të mendosh se çfarë forcë kena pas përpara. Çfarë mundësi, çfarë armatimi kemi pasur na, mund të thush se vetëm tash kur imagjinon tu çysh kena mundur na me përballu. Mirë po vullneti, një popull kur e dëshiron lirin, nuk pyet më, ai e arrin ata. Edhe pas shumë mundimesh dhe sakrificash, ai zgjodhi Kosovën për ta vazhduar rrugëtimin e tij dhe apelon që të gjithë të kthehen, sepse ardhmja jon është këtu.